Ikremja, djali i Ebu Gjehlit, baba vetë është baba i ignorancës, këtë djali i ignorancës, rreth vetës i mbledh njerëzit më kriminal të Mekës e të Mekelive dhe formon një brigadë, me cilën brigadë synon që të i del përballë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ushtrisë islame që ata të mos e çlirojnë Mekë. Dhe këtu ndodh një ndodhi mes një grusë mençme dhe bashortit vet, i cili ishte mjeshtër, i cili prodhonte armë dhe armatim për Mekelit. Dhe kur gruaja e vet, kur e po këtë njeriun që ishte nga fisi Beni Bekër, burin e vet, duke i marrë armë dhe duke ja dërgu Ikrimes, i tha grujeve, çka e tu botha te me këta armë? Çka i tu planifiku me këta armë? Ai gruaja e mençme e urtë, tha me këta armë kina me i dalë ballë ushtrisë islame dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha këta armë sot nuk mbarojnë punë. Ko të ki me këta armë? Burit të vetë, i thot gruaja e mençme. E këshillon dhe do në me vetëdisun se epoka dhe koha e armëve tua kanë mbaruar, mos kanë vlerë ata. Nuk mundesh asgjë me bë me këta. Dhe ky insistoi, madje edhe thuri një poezi, me cilën poezi tha, in yuqbilu al-yawma fama li allahu hadha silahun kamilun wa aluhu wa dhu qararain sari'u salahi. Tha, këto janë armët e mia që nëse ushtria islame do të vije, do të ballafaqohen me ta, sepse këto armë e mia janë të sprehuna shumë mirë, që shumë shpejt dhe pa e kusin atë që e synojnë. Në kuptimin e asaj që me këto armë të këti, ki do të apkut kryt muslimanëve. Dhe historia islame e shënon këtë mendimallësi të këtij njeriu me vetmin qëllim që me kuptu se ndonjëherë njeriu kur ta kaplon mendimallësia nuk e ndëgjon edhe këshillin e njeriut më të besueshëm, më të afërt që e ka afër vetes, qoftë ajo edhe bashortja e vet. Dhe këto që disa raste jemi duke përmend momentin e grave urtare të mençme se si këshillojnë burrat e vet për kajmira dhe për kajmbara. Për kajmira dhe për kajmbara. Kurse Ebu Sufjani radhiyallahu anhu gjithkohë si këshillon dhe ju thot, o ju Mekeli, lini armët. Sa i cili kalon armën, ai i cili ka mbyll derën e shtëpisë vet, atë se nguc askush. Se lëshimi i armës, mbyllja e shtëpisë, ishte porosi për muslimanët se unë jam paqësor. Ai cili do të dalë në rrugë, do të mban armë në dorë, apo hiç mos më mbajt armë, vetëm fakti që ka dalë në rrugë, kjo do të tregon se ai është palë dhe ka dalë me u ballafaqu. Dhe këtë selam, harf për harfi, ja përcjell Ebu Sufjani Mekelive edhe pse ishte kryetari i tyre. Shifeni Mekelit, me sa me ndëgju kryetarin e Mekës, kryetarin e tyre, që një ditë përpara çka ka thonë ai ashtu kanë bëu ata. Vetëm pse erdhi dhe ju tha, hala nuk ju pa tregu se Ebu Sufjani është bërë musliman. Vetëm pse erdhi dhe ju tha, se Muhamedi me një ushtri të madhe është duke hyrë në Mekë, nuk mundeni mu ballafaqu me ata. Se kishte kryetari i Mekës, kjo e dinte Mekëja sa ushtar ka, sa armatim ka dhe sa fuqi ka. Me ca me ndëgju kryetarin e vet, Ikrimja i mbledh njerëzit më të këqij të Mekës, më të ulët, për me shkaktu gjakderi dhe sherr dhe trazira në Mekë. Kurse Mekelit, ato kokat e Mekelive, shifeni si i shesin njerëzit e vet. Thot me zvete, na kina mi lon këto me dal, nuk i ndalim, sa të kanë mujt me dal edhe mi ndal. Jo, lenin e dalin këta.
Nëse korin sukses, kina me thonë, na i nakon me juve. Na i nakon me juve. Na i nakon me juve. Dhe kjo është tradita e munafikave. Dhe kjo është tradita e munafikave. Qërin anësh, e bëjnë fesatin, e bëjnë sherin, dhe kush fitoj i thonë, na me ti i nakon. Na me ty i nakon. Dhe kjo është traditë, subhanallah, që deri në ditën e sotit fiton. I thash para disa ditëve dikujt, thash ndonjëherë ato cilësitë e munafikave i shef ashiqare në çdo moment. Kur ta shohësh kandidat që ishin tani zgjedhjet, kur të shohësh këtë njerëzit që janë kon mat kandidat që ka fitu, kur të fitoj ama. Edhe ti thu ky ka pas, kundër kandidata s'ka pas. Thu se një me kret mat kanë në kon. Mas fitores ama. E cilësitë e munafikëve kanë qenë tilla dhe vazhdojnë me qenë edhe sot. Zoti na rujt nga sherri i tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin.